Lideri i opozitës Sali Berisha u paraqit këtë të hënës pak në zbatim të masës së sigurisë të vendosur ndaj tij detyrim paraqitje, ku prit nga qendra mbështetës e simpatizantë. Në prononcimin për gazetarët pasi doli nga ambientet e SPAK, Berisha lexoi mesazhin që i la Altin Dumanit, të cilin e akuzon si bashkëpunëtor të kartelit të Troplinit dhe thanë se SPAK është kthyer në sesion të kartelit më të rrezikshëm të drogës në Europë. I lash këtë shënim me mbajtjen për 22 ditë të fletarrestit të gjykatës për bost e kartelit më të madh në Europë të drogës, kartelit Troplini. Altin Dumani do regjistrohet si bashkëpunëtor kryesor i këtij karteli dhe do të ndryshojë mbiemrin e tij nga Dumani në Altin Troplini. Kjo zyrë shteti do të shpallet seksion i kartelit Troplini. Berisha publikoi për herë të parë aktin notarial skandalos të gjyqtares Irena Gjoka për të justifikuar pasurinë që rezulton të jetë i falsifikuar. Bëhet fjalë për kontratën e Qeras të 1996, ku sipas kryedemokratit, gjyqtarja Gjoka ka tentuar të mbulojë 60 milion lek të pista, duke falsifikuar dokumentin pa vulë notariale. Ajo ka kontratën më të çuditshme. Kjo kontratë e pa notarizuar është pranuar si dokument zyrtar nga vetorët e Edi Ramës për të justifikuar paratë e saj të krimit dhe për ta mbajtur në shërbim. Kjo kontratë e vi e 13 shkurtit 1996 hartohet në pajtim me Nernet 825 të kodit civil. Kodit civil i miratur në vitin 1994 ka patur gjithsej 280 sanene. Ja ku e keni kodin civil. Kodit civil i miratur pak vite më parë është me 800 ose 1000 nene. Ajo merr kodin e 2015 për kontratën që ka firmosur se këtu s'ka dhe kontrata është pa noter. Skandali thellohet edhe më tej kur vetorët e Edi Ramës, siç theksoi Berisha, e pranuan dokumentin si të vërtetë. Kjo kontratë falso turp është pranuar nga vetorët e Edi Ramës. Ata u janë drejtuar tatimeve të Fierit. A ekzistoi dokumenta për këtë shumë prej 60 milion lekësh para të pista? Tatimet i thonë se nuk ka gjurmë namaz nishan të këtyre parave. Vetorët me 5 mbiemra thonë Irenës me 5 mbiemra shko dhe paguaj tatimet që nuk ke paguar në vitin 1996. Berisha hodhi më tej akuza se Irena Gjoka mbrohet nga kreu i SPAK-ut Altin Dumani, prokurori i përgjithshëm Olsi Çela dhe ministri i drejtësisë Ulsi Manja. Irena me 5 mbiemra prej 15 muajsh mbrohet nga Altin Dumani, Altin Troplini, nga Olsi Çela. Uluziu, i cili fut dokumentat në çantën Louis Vuitton, aty ku ka futur dhe 500.000 euro që ka kërkuar si rishfet. KLG-ja që duhej brenda 15 ditëve të vepronte mbi bazën e vulës apostile që ka në dorë, përpiqet ta transferojë tek prokurori i përgjithshëm, kurse ky i fundit tek Uluziu. Ndërkohë këtë të hënë në gjykatën e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit u hodh shorti për përzgjedhjen e trupës gjykuese që do të shqyrtojë dosjen partizane, nga ku rezultoi se kryesuese e trupës do të jetë gjyqtare e posaçme Elsa Ulliri.